Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e kësaj recete të shpejtë për një drekë të lehtë dhe plot shije. Fillimisht merrni një tepsi dhe brenda do të shtojmë 1 kilogram patate. Unë përdor patate të reja, këto s'kan nevojë që t'ju largohet lëvorja, patate të vogla, të cilat vetëm i kam larë mirë, mund të përdorni çfarëdo lloj patate që keni dëshirë, dhe vazhdojmë i shtojmë në tepsi. Te patatet do të shtojmë pak vaj ulliri, tikon 2 lugë gjelle, jo më shumë. Shtojmë erëza të ndryshme që ta bëjmë sa më të këndshme këtë recetë. Do të vazhdojmë që të parën shtojmë brenda hudër në pluhur. Ta shtojmë pak curry. Pak borzilok të thatë. Mund të shtoni edhe majdanos të thatë, nëse nuk keni borzilok. Dhe pak rozmarin të thatë. Rozmarina ja jep atë shijen unike patateve të skuqura. Shtojmë edhe pak piper të kuq dhe pak kryp. Tani sigurohemi që do t'i përzihen mirë, derisa të gjitha pjesët e patateve bëhen me erëzat që i kemi shtuar brenda. Patatet i kemi gati, vazhdojmë që t'ju bëjmë gati tani kofshat e pules. Për sa persona që do të gatuani këtë recetë, aq kofsha pule do të përdorni. Unë në total këtu po bëj gati 7 copë kofsha pule. Fillimisht te kofshat e pules me ndihmën e një thikje të sprehtë, do të bëjmë kështu nga 2 vija, që pasi që të pjekjen, kofshat e pules të duken më bukur. Tani kofshat e pules vazhdojmë që t'i rendisim sipër patateve. Dhe pasi bëjmë edhe renditjen e kofshave të pules, tani e përgatisim salcën, cilën do ta hedhim sipër kësaj recete. Në një enë më të madhe, vazhdojmë shtojmë 2 lugë gjelle salcë kosi, ajk, shmand ose pavllak. Në vende të ndryshme thirret me emra të ndryshme. Shtojmë 1 lugë gjelle me pastë domate. Gjithashtu, në këtë salcë do të përdorim edhe pak salcë pesto. Por nëse nuk keni, lirisht mund që ta lini anësh, por më besoni se kjo ja jep një shije unike. Përsëri shtojmë këtu pak vaj ulliri, dikon 2 lugë gjelle. Pak kryp dhe pak hudër pluhur. Vazhdojmë që të gjitha këto produkte që i kemi shtuar këtu brenda t'i përzijejmë derisa të bëhen bashkë dhe të formohet një pastë e mirë. Pasi e përzijem mirë, tani vazhdojmë që ta shtojmë sipër te dreka ose darka që po e bëjmë gati. Në tepsin ku i kemi shtuar kofshat e pules, vazhdojmë që të parat t'i lyejmë ato me salcën që e bëm gati. Dhe pasi i kemi bërë gati gjitha, tani janë të gatshme për të vazhduar dhe për t'i pjekur në furrë të parangrohur në 250 gradë për 35 deri në 40 minuta, derisa të sigurohemi që kofshat e pules janë pjekur mirë. Dhe në këto momente, dreka është gati. Ju garantoj se po që e provuat këtë recetë, do bëhet e preferuara në shtëpinë juaj dhe patë se sa lehtë dhe shpejt që gatuhet. Si gjithmonë, edhe në këtë video, do ta bëj demonstrimin e recetës nga afër.